Qëndrimi i barkas nuk është thjesht të marrim një batanie dhe ta vendosim bebin të qëndrojë në dyshim. Përkundrazi, qëndrimi i barkas në të vërtetë është një teknikë më vete, e cila duhet zbatuar në mënyrë sa më korrekte të mundshme, që muskujt e bebit të forcohen në mënyrën e duhur. Prandaj, ja se si është pozicioni i duhur i qëndrimit të barkas. Teknika dhe pozicioni i duhur i qëndrimit të barkas është në mënyrë të tillë që bryrat e bebit duhet të jenë të vendosur në mënyrë të tillë që të vinë direkt poshtë shpatullave të bebit në kënd 90 gradë. Në këtë mënyrë ne i japim bebit mundësinë ti krijojmë një mbështetje të mirë të krarorit të tij me anë të mbështetjes së parakrahave të tij në këtë mënyrë dhe kështu e ka bebi më të lehtë për të ngritur dhe për të mbajtur kokën lart. Keni parasysh që tek një bebi poshtë sa lindur, muskujt e qafës ende nuk janë forcuar mjaftueshëm që ta ndihmojnë bebit në ngrirje kokën lart. Dhe nëse ne nuk ja japim bebit këtë mbështetje, këtë pozicion korrekt, do të kemi bebin i cili me krahët e tij të shtrira përpara në këtë mënyrë vendos dhe kokën e mbështet tek jastëku dhe normalisht mërgjetet e qanë. Prandaj, pozicioni i duhur është kështu, është një pozicion që duhet bërë që në muajin e parë të bebushit për ta ndihmuar bebin që ta bëjë sa më të lehtë qëndrimin e barkas. Prandaj, mos mendoni që qëndrimi i barkas është thjesht ta lësh bebin të shtrirë në dysheme dhe nuk ka asnjë shkencë. Përkundrazi, qëndrimi i barkas është ushtrimi kryesor që ne mund t'japim bebushit ton në muajt e parë të jetës dhe ka po të njëjtën rëndësi sa çka ushqyerja dhe gjumi. Dhe madje janë shumë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Qëndrimi i barkas është baza për zhvillimin fizik të bebit dhe për të arritur fazat e tjera të zhvillimit që vijnë më vonë. Prandaj mos e neglizhoni qëndrimin e barkas.